Demi Moore ndan emocionet nga dasma e të bijës, një gëzim që do ta ruaj për jetë. Aktoria e njohur Demi Moore ka zbuluar për publikun disa çaste magjike nga dasma e vajzës së saj të vogël, Taula Wills, duke shprehur hapur lumturim për këtë etapë të re të rrugëtimit të saj. E bija Demi Moore dhe Bruce Williams kurorëzoi dashurinë e saj me partnerin e saj muzikantin Justin Ashe në një ceremoni intime të mbajtur në Sun Valley të Idahos të shtunën në 8 gusht pas një romance 3 vjeçare pranë të bijës në çdo hap të ceremonisë. Demi Moore ndau në profilin e saj në Instagram të dielën e 16 gushtit një koleksion fotografish nga dita e madhe. Imazhet përfshin aktoren duke përqafuar nusen përpara dorëzimit tek dhëndri si dhe pamje të tjera nga atmosfera festive pritjes. Së bashku me këto çaste të kapura në foto, ajo i kushtoi të bijës fjalë që vijnë nga shpirti duke përshkruar martesën si një ëndër të bërë realitet. Ka ngjarje në jetë që të duken teje të bukura për të qenë të vërteta dhe të shihja vajzën time nuse e mbështjell me një dashuri të pafund. Ishte padyshim një prej tyre, rrëfeu ylli kinemas. Ajo vijoi duke thënë se shpirti i saj ishte i mbushur me kujtime dhe një mirënjohje të thellë, teksa dëshmonte vajzën e saj që niste kështu një kapitull krejtësisht të ri. Nusja, teksa të sodiste kaq shkëlqyese dhe kaq thellësisht e dashuruar, provova një emocion që do të mbetet i skalitur në zemrën time përgjithmonë. Në mbyllje të dedikimit të saj, Demi Moore i uroi dyshe së re, një jetë plot udhëtime të qeshura dhe dashuri të aftë të forcohet dita ditës. Pak ditë përpara kurorëzimit, Demi Moore kishte hedhur dritë mbi përgatitje duke postuar foto nga prova e fustanit të nusërisë së vajzës së saj. Sipas saj, realizimi i kësaj veshje zgjati plot 712 orë pune, një vështrim i shkurtër nga prova e fustanit të nusërisë së zemrës time. Çdo çast i butë dhe që i parapriu kësaj dite të mrekullueshme mbetet i gdhendur thellë në kujtesën time.